ditëlindjes 24 shkurt 1961 e more vesh tani pse e bërën gjë të tillë. E qartë, e kalojmë. Sepse këta kanë një zyrë dizinformimi e cila i shpërndan të gjithë këta larva tashmë, me qenë se u quajta larvë unë, që nuk shkojnë nga asnjë zyrë. Pa kjo flutra infektuese i merr këta dhe i implementohen në çdo studie. Dhe këta pas vrimës të Chelsea-t, është filozofi kjo. I sheft në të njëjtën skem, edhe tek ju, edhe atje. Dhe në momenti kur këta ballafaqohen me të vërteta, këta fillojnë të hapin tezat. Dizinformim, thot. Ju maskarejnë, ju shërbëtorët e pushtetit, ju spionët e sigurimit shtetit, ju të korruptuarit. E pra, Arben Meçaj është një dhe i vetëm. Arben Ferik Meçaj, i 24 shkurtit 1961, për këdo nga zyra e tia, që do të investigoj për ka të tepër, sepse është e qartë. Ka mbi 10 vjeç Sali Berisha ka kërkuar për mua, pas ka gjetë as edhe një gjë. E qartë. Logu për ta mbyllur këtë diskutim edhe të takon një reagim. Se mos harroj. Po. Shefi pari tia. Tani shefi dytë. Të takon dhe ty një reagim. Tani vazhdo të thot çfarë doje. Akuzat si duhet. Është një shprehje, unë nuk ngret akuzë. Unë i thash ke qenë shërbëtori i sistemit. As bashkëpunëtori i sigurimit të shtetit, as i shikut gazetetës, as i shikut aktual. Okej. Kështu që bashkëpunëtori i sistemit ne politikisht po flisnim. Dakor. I dogji shkoi gjua se dje i dhëmbja apo jo, po i shkoi gjua ke dhëmbi. Më dhëmbi shumë me thënë drejtën. Më dhëmbi. Shqiqyri që më dhe të drejtën që militantëve të quaj, atyre pas qesit nuk e pas ka Meçaj, po e pas ka Meçaj. Pra një fenomen me këtë prapashtesën Meçaj, që ta dish ti Meçaj përdorin këta, se unë ju them vere një Meçaj. Po Meçaj përdorin këta sa për tjeni. Regjia rregullon. Unë e kam Arben Ferik Meçaj në të gjithë dokumentacionin. Se deri dje të një Arben Meçaj. Po atëre kërko Arben Meçaj tani. Futemi në temë. Se këta me Meçaj e ka gjetur spioni këta, me Meçaj. Me Meçaj e ka gjetur të korruptuar. Po mos e ka gjetur këta. Mos u mbasim shumë kohë me këtë punë. Sepse nuk foli vetëm për sigurimin ky, po ky foli edhe për korrupsionin. Foli dhe për tenda, që unë i markam. Meçaj, mos të mbasim shumë kohë se e kaluam ato, e sqarove. Pista greke, përse është problematike sipas teje? Logu tha, nuk ka gjë që një vend partner të asistojë, të ndihmojë. Se është problematike. Po. Përpara ca kohësh u bë një aktivitet i Sali Berishës në Athinë. Në krah Sali Berishës ka qenë Beleri. Është e drejta e tij ta mbroj Belerin, pavarësisht që në gjithë audiencën shqiptare Beleri është personi i cili ka gjak në duart e tij, mbasi ka vrarë 2 heronj të ushtrisë shqiptare të vërtetuar, ju fshe dhe iku nga shteti shqiptar, u arratis nga shteti shqiptar kur çështja ishte në tim këtu. U kap nga Greqia me armët që ishin vjedhur në peshkëpi, ky person. Po heq të pjesë, sa këta i quajnë të ezauruar. Por në këtë takim, që do shifni, pjesa dërmuese e pjesëtarëve ishin antar të organizatës famkeqe, anti-shqiptare, të drejtuar nga linjat me ekstremiste anti-shqiptare greke, dhe komandanti dhe kryetari tyre i quhet Edmond, është atje në sallë. Së bashku me rreth 50-60 antarë që janë aty. Si quhet organizata? Agimi Art për atë? Jo, s'është Agimi, Agimi Art është linjë ekstremiste në Greqi, jo. Kjo është organizatë për çlirim në Evropirit dhe për autonominë e Himarës. Është organizata e rikthimit të helenizmit në Himar. Kjo është teza. Helenizmi i Tiranë në Himar. Kur diskutohej Beleri, ne lidhëm qartësisht që tezat elektorale të Belerit në Himar ishin helenizmi i Himarës. Në këtë tezë, kryeministri i Shqipërisë bëri goditjen finale dhe i preu rrugën kësaj teze, duke thënë që shteti shqiptar është i prerë në këtë linjë, nuk do të leroj fare. Kjo u interpretua si sulm politik i kryeministrit ndaj një përfaqësuesi politik, si ishte e vërtet. Kryeministri i Shqipërisë mbajti qëndrimin më patriotik që duhet të mbajë çdo shqiptar.
ndaj tezave të helenizmit. Dhe në qovë se atërë tha, nuk është helenizm, po është nuk është helenizm, po është helenizmi. Pra nuk është helenizim, por është helenizm. Pra nuk është koncepti i Shqipërisë madhe, por është koncepti i shqiptarizmi që do ta kemi të gjithë ne. Është për shkurt. Mirë, po këtë ja djek, ajo takim atje. Dhe në atë takim, Edmondi, kryetari i dhe bashkëpunëtori numër 1, i dënuar Arbert, lutem, nga gjykata shqiptare, për veprimtari anti-shqiptare, i dënuar me 9 muaj nga gjykata Gjirokastrës, dhe i shpallur si person, i dënuar për këtë veprimtari anti-shqiptare, ishte në takim së bashku me gjithë grupin e tia, dhe bashkëpunëtori numër 1, dhe në mbështetjet e tia,